Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina. Sot kam përgatitur një recetë të vjetër të gjysheve tona, ashtu si përgatitet në vendlindjen time. Ka buni, qëndroni me mua ta përgatisim bashkë sipas mënyrës tonë. Në tigan shtojmë 10 gram gjalp dhe një gotë oriz, të cilën unë e kam larë pasi orizin e laj gjithmonë përpara përdorimit, përpara se sa ta gatuaj. E skuqim derisa të marrë ngjyrë të artë. Ja kështu si tregohet në video, pasi është gati e lë me një anë. Ndërkohë në një tjetër tigan ose tenxhere, varet se sa mas të madhe do përgatisni, do shtojmë përsëri 10 gram gjalp dhe 2 lugë sheqer. Do ta skuqim derisa të marrë ngjyrë karamel, pra të karamelizohet, të marrë këtë ngjyrën e kaft, si shihni në video, por jo ta digjni. Dhe pasi është gati, do shtojmë ujë në bazë të masës së orizit. Unë kam shtuar 3 gota ujë, pasi orizi që kam përdorur kërkon raportin 1:3. Pasi kam shtuar masën e ujit, kam shtuar dhe orizin, të cilën e skuqëm pak më parë dhe e vendosim të ziejmë në zjarr të ngadalt. Pak minuta para se ta heqim, do shtojmë 150 gram sheqer, një lugë çaji kanellë dhe 100 gram rrushë të thatë. Unë do doja shumë të mësoja se si gatuhet kabunia në zonën tuaj. Nëse dëshironi, mund të ndani me mua në mënyrën tuaj të përgatitjes. Pasi kemi shtuar, do ta kthejmë përsëri në zjarr dhe do ta gatuajmë edhe për pak minuta. Nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Për pak minuta kabunia është gati. Mua kjo recetë më kthe në fëmijëri, më bën shumë nostalgjike. Të jemi sinqertë, unë kur isha fëmijë nuk e doja, por tani më pëlqen vërtet shumë dhe sa herë që bisedoj me mamin, e gatuan ajo, e gatuaj edhe unë në shtëpinë time. Si ju duket kjo recetë, mos harroni të shkruani mënyrën tuaj se si e gatuani, dhe nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni.